Vazhdojmë tani me përgatitjen. Sonte kam vendosur që së bashku të përgatisim fileta pule. Në shtëpinë time është një nga recetat e preferuara, po ashtu është e lehtë edhe për ta konsumuar, sidomos gjatë muajit të Ramazanit kur të gjithë jemi agjërueshëm, dhe është mirë që gjatë iftarit të kemi diçka të lehtë, por edhe të shijshme për të ngrënë. Kjo është një nga recetat e mia të preferuara dhe ajo që unë e përgatis më së shumti në shtëpinë time. Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen. Në total, unë po përdor 1 kg fileta pule dhe këtë menu iftari po e bëj të përshtatshme dikon për 6 persona. Mishin e pules që unë po e përdor gjatë prezantimit të kësaj videoe është i freskët dhe të njëjtin e kam bler nga industria e mishit Apetit Group. Fillimisht, filetat e pules do t'i marinojmë. Unë këtu e kam bërë gati një përzierje të cilën e kam bërë vetë. Kam shtuar pak kryp speci djegës, pak erëza të përziera, pak piper të kuq dhe pak kimion. I kam përzier të gjitha bashkë dhe tani këtu e kam të gatshme dhe vazhdoj që t'i marinoj filetat e pules. Mund t'a bëni edhe ju të njëjtën, ose mund që t'i marinoni me kryp, piper dhe erëza të përziera. I rrotullojmë nga ana tjetër dhe në të njëjtën mënyrë vazhdojmë dhe i marinojmë edhe nga ana e kundërt. Marrim tani një pjatë dhe brenda në pjatë do të shtojmë miell misri, por miellin e misrit që unë po e përdor për ta përgatitur këtë recetë është nga i më kokërmadh ose ndryshe siç e njohim edhe me emrin pulinta, sepse duhet që filetat e pulës të mbesin pak më krokante, por nëse nuk jeni nga njëjti lirisht mund që të përdorni miell misri të thjeshtë. Secilën filet pule do ta rrotullojmë tani te mielli i misrit. Vazhdojmë tani kështu me të gjitha pjesët e mishit të pules. Tani që kemi bërë gati të gjitha, vazhdojmë tani që filetat e pules njëherë t'i forgojmë në vaj. Nëse keni ndonjë tigan grill, si që po përdor unë, atëherë filetat do t'i marrin me të vërtetë edhe shijen edhe pamjen të bukur, por nëse jo, atëherë do të vazhdoni që t'i forgoni në ato tigane të cilat i keni në shtëpi. Nëse ju intereson njëjti që unë po e përdor, mund ta gjeni në dyqanin Happy Corner Home dhe mua më shumë të më pëlqen kjo pjesa që mbyllet për ta vendosur më lehtë pastaj në ruajtje. Në tigan shtojmë pak vaj dhe presim tani derisa vaji të nxehet mirë. Sa po të vreni që vaji është nxehur mirë dhe do ta ndjeni nxehtësinë nga lart, vazhdojmë që filetat e pules tani t'i forgojmë. Do t'i forgojmë për 2-3 minuta në të dy anët derisa të sigurohemi që do të na marrin një ngjyrë të bukur. I forgojmë edhe nga ana tjetër, njëjtë dikun për 2-3 minuta, nuk duhet që t'i forgojmë tërësisht filetat e pulës, pasi do të vazhdojmë pastaj që t'i zjejmë me salcë. Tani që mishin e kemi forguar dhe e kemi gati, e largojmë anësh dhe marrim një tenxhere pak më të thellë ku do ta përgatisim salcën. Tani për salcën, unë po përdor një lugë gjelle me gjalp, por ju gjithmonë mund ta zëvendësoni me margarinë ose me vaj, varësisht me çfarë i përgatitni gatimet e juaja. Presim një herë në zjarr mesatar derisa gjalpi të shkrihet tërësisht. Tani sipër gjalpit të shkrirë do të shtojmë 300 gram këpurdha të freskëta, të lara, të pastruara mirë dhe të prira në fileta më të holla. Dhe vazhdojmë tani që t'i forgojmë në gjalp këpurdhat për 2-3 minuta. Sigurohuni që këpurdhat do i forgoni mirë, pasi këto këpurdha ishin të freskëta, duhet të forgohen pak më gjatë se sa ato këpurdha që janë të konzervuara. Tani të këpurdhat e forguara mirë, shtojmë gjysmë lugë gjelle me miell. Dhe përziejmë mirë që mielli të bëhet bashkë me këpurdhat. Tani vazhdojmë që shtojmë 300 ml me ujë. Dhe më njëherë do të përzijem.
të miellit, treta dhe pak të uji. Tani vazhdojmë që brenda të shtojmë 250 ml krem kuzhine për gatim. Përzijem përsëri. Për ngjyrë dhe shije më të mirë, unë do të shtoj pak kopër. Unë po përdor kopër të thotë, mund të përdorni edhe të freskët, por nëse nuk keni dhe nuk mund të gjeni, mund të zëvendësoni me nënxhik të thotë, po ashtu mund të zëvendësoni edhe me magdanos të thotë. Për një salcë më të mirë dhe më të shijshme, do të vazhdojmë që të shtojmë brenda një lugë gjelle ojk, shmend, salcë kosi, thirrët me imra të ndryshme në vende të ndryshme dhe përzijem tani derisa salca e kosit tretet dhe të formohet këtë një salcë e mirë dhe kremoze. Tani të salca vazhdojmë që t'i rikthejmë filetat e pulës, të cilat i fërguam më herët. Dhe tani do të fitojmë një drekë të shijshme, një si ato në restorantet luksoze. Tani gjysmë të mbuluara në zjarr mesatar, do të vazhdojmë që t'i zgjejmë dikon 7 deri për 10 minuta, derisa salca të trashet dhe filetat e pulës të zbuten edhe pak të salca e përgatitur. E shijshme, e lehtë, plot shije, një super pjatë, cilën ju sugjeroj që ta provoni dhe ta gatuani për më të dashurit e juaj. Deri në video recetën e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë. Të gjithë ju që jeni agjërueshëm, ju dëshiroj agjërim të lehtë dhe të pranuar.